Prej ditës së hënë ka nisur shpërndarja e bonusit pranverës dhe në Bashkinë e Devollit. Pran pikave të postës shqiptare apo bankave të nivelit të dytë, shpërndarja e bonusit është kryer normalisht. Deri tani, sipas burimeve pran postës shqiptare në Devoll, kanë tërhequr këtë bonus mbi 500 pensionistë. Për pensionistët, një bonus i tillë i vendosur nga qeveria ka qenë i mirëpritur. Po e mora. Sa lekë më? Unë mora 100.000 lekë. Jeni të kënaqur? Po, jam shumë i kënaqur dhe faleminderit. Atë që kanë thënë kënaqur, çfarë do bëjmë tash? Aq është sa ka parashikuar qeveria. Po të shkë më shumë, më mirë. Mirë është që pensionet minimale të bëj 300. 300 mirë është, atëherë janë të kënaqur njerëzit. Megjithatë, qeveria diet. Neve nuk kemi që bëjmë. Pse për shembull ka punuar 37 vjet ushtarak, marr një pension minimal. Edhe pra i marr 100.000 lekë. 50.000 të vjetra se aq më takon. Bonusin e pranverës në Bashkinë e Devollit e përfitojnë rreth 7.000 pensionistë, teksa vetëm brenda 10 ditëve të para të muajit mars pritet që të tërheqin këtë bonus më shumë se 1.100 prej tyre.